jo marrë në qatë pikë ku e kom menua, dhe e kom thonë që të fjali, po më vjen i nati me të thonë, që mu më do këtë sani ma absurd, se pse kisha luftu në djenja të mija dhe dashuria për një marrë djenja ma e bukur edhe. A të vjen i nati me shprej dashnina, Goni? Unë jo, absolutisht jo, menoj që është fisnike si ndjenje dhe është fisnike si shprehi për me shprej dashni ndaj njerëzve të tjerë. Unë për vete menoj që kena të bëjna me një rrit definim të mashkullonitetit dhe të burërisë në përgjithësi. Menoj që ego fragile mashkullore vazhdon me qenë shumë prezente, sepse burrat sot jetojnë për performancën e burrave të tjerë. Ty si një djalë të intereson çka thonë dostat, çka thonë dostat e vllaut, çka thot vllau dhe njerëzit për rreth, pra vazhdimisht burrat e kërkojnë validitetin nga burrat e tjerë, jo nga gratë e tjera. Dhe mendoj që pikërisht pse gjenden në një performancë të tillë ku duhen me performu si i forti i familjes, si i forti i mahallës, si i forti i punës, duhet ku diun me qenë njeriu ideal për fëmijët e vet, duhet me qenë ideal për gruan e vet, duhet me qenë ideal për familjen e vet, mendoj që e stigmatizon goxha shumë edhe prezencën mashkullore mas ne dhe ndër të tjera mundet me pasi vat presioni edhe social të burërisë në ditët e sotit. Mendoj që sot ka një amrim me një pikë djem çashnijën të ku diun të limituar, saqë nuk din asnjë më çastin çikës që duhet. Në anën tjetër nuk kanë faj çikat sepse janë të traumatizuar nga djem idiot që kanë ngacmuar seksuale gjatë jetës së tyre, por në anën tjetër sot djemt friksohen mi folin çikës që duhet. Unë kam shok që më thonë, nuk e di çysh mi thoni çikës që është e bukur, më një herë prej frikës që ka më u kundërshtu, prej frikës që ka më u mohu, prej frikës që ka më u përçesh për njerëzit e tjerë. Aty mungon vetbesimi atij personi. Çysh reagon ti Dafina nëse vjen të thotë një djalë është shumë i bukur në kafe? Shumë faleminderit. Çe numrin ta kërkon? A jap numrin ti? Jo, numrin jo, faleminderit shumë. Nëse më kish faleminderit shumë, ai kompliment më të bon kudo, kompliment janë kujna më shkruan tash soni përgjigjem me gjithëve me po. Në këtë aspekt i mungon vetëm vetbesimi. E para, e dyta ai do të me punu me veten e vet që me kriju atë vetbesim se ai ke po dë njerëz janë hiç janë bukur më po çat shtërhekin, janë magnet sa që të bujnë për vete. Po janë shqyr do të me konta me prej gojën, se thonë se për ndryshe është. Se po më ma shumë takon gjithë. Jo, po na çikat nuk është unë nuk po kam qef me u cilësu çika grujave si pamje. Jo, çato probleme. Për te asaj dhe ndoshta këto gjeneratat ju përket që me largu njëherë për gjithë për çata me djali ja jap këshillën Agoni me komplimentu në personalitet për shkakun me provë ato. Për te ke shumë e bukur, shumë më pëlqej mënyra që shfolja. Unë shumë relative po. Konsiderohet e bukur, dikujt i pëlqen deja pse është e bukur dhe s'ka asgjë të keqe, po për te bukurisë deja ka edhe shumë të bukura të tjera, edhe vlera të tjera që dikush i pëlqen. A dëgjuta. S'ka ego. Unë mendoj që ka bëu shumë me prezencën e rrjeteve sociale. Mendoj që sot malat i thot a ki Snapchat ose a ki Instagram, sa që i thot çika mundu me pini kafe bashk. Për shkak mendoj që ka ndryshuar pak mënyra se çysh ti e njofton dikon. Njerëz që kanë performancë online më shumë sa fizike. Ka njerëz që ekzistojnë veç online, nuk ekzistojnë fizikisht. Do thonë, imagjinojmë krahasu djam që zhvllasin çikave online dhe djam që zhvllasin çika fizikisht. Është e rëndësishme shumë çasja se ti son çohesh, për shkakun më ka ndodhur në Shebar, or pik ditës ka ardhur aty si bës, a çfarë do me pi edhe më tonë, mënyrë çka ka lidhje me çfarë do dafi çka do me pi. Jo, mënyra agresive ka që çka do me pi, apo dhe as si silli katastrofë. Ai përndeshë bukurisë. Po jo vëlla normal që mu do të më bëj unë aty prend një moment që shumë arrogant, çasja. Unë prapë po them këtu ja lëfojnë çasja. Është arrogant edhe dim me na ka plun një eufori, shpesh edhe ego që përmend ideja shembullin e saj. Dush me gjykoni person vetëm bazë të një silli që mund të pasë të çasja. Ka një emocion ose diçka që mund të fillim në dy sene. Në pamjen e parë. Ama qysh më fol pse po më fol ti jo më fole pak me të kash, mos më fol pse mënyra e çasjes, mandeja e ke po na dashtëm në takim por na shohemi, shikojemi vetëm nga jashtë pamja. Dy gjinit është, nuk është vetëm prej një gjinis tjetër. Deja qysh edhe njerë tha e përmendi këta punën e shoqëve. Shoqët po ta do i kanë të keqe. Na, sigurisht se konsultohëm me grupet e shoqënisë. Unë e bili Agonin mytë ato e pytë, po ne kom një keqe. Krejt shkoj i pës, anë fund bëj veç ambod, vetë, se une zamrën tamë, une nuk moj e raj. Edhe nuk moj, une kur e du dikën, une i ndje emocionet shumë ekstremisht, edhe e gjo vitën edhe mi shprej. Që ata thash, une vanë që mës mi thonë, pe i natit, unë i thomë kuku, po vjen i nati me thonë, se nuk mëj mës mi thonë, edhe nëse më ka bu mu një keq, edhe ato nuk mëj pa ja thonë.
është ju e shëndush mësë mi shprejë. Koncepti i burave princesha, unë mendoj që dyqysh është edhe një farë prap tendence për me përqesh burat e sotit. Unë mendoj që burat e sotit e kam presionin e vetë, nuk po thëmë që janë të reagu mënyrën e duhur, se kjo generalizim normal që ka për jashtime, pra të folë për disa njerë, nuk unë me folë gjithë për krejt, për në anën tjetër sot, për shambë burat e kanë shumë presionin e performansës, e të majtë një familje. Për shambë mundën me kanë lidhje për një kohë shumë të gjatë, për djallë nuk ka qik me pas një banes të vetën, nuk ka qik me pas një kart të vetën, edhe ka mundi gjithmonë si ma pak burë. A është presioni më i madh tek një burë? Pa tjetër, sepse qëre, Rita Badini kështë një diçka shumë interesant që tha dikur kanë marrë nuse për shpe për kanë pas shpi, sot kërkoj nuse për shpe për nuk kanë shpi. Dhe mendoj që kjo është një realiteti në vete, sepse djemë që dhe ka një zakonisht shumë problem me krimi një banes tonë për shkak të kushtive në cilat jetojmë. Në shama për para krimi kapitalit ka qenë maj letë. Kështë që sot është ma vështirë dhe aji nuk i propozon. Pse se pra ditën dërisa i ka shpinë e vetë, se një impresionin e të pasin. Apo ndoshta pret me i propozu gruja? Na, shta. Ikim përgjësi, kom brejt kove të fundit që një janë po, mashkullore ikim përgjësi, sa ma pak përgjësi, edhe janë bë shumë të ndishëm, mu më ka rastis në ambient punës, mu ka rastis edhe njëtën private, do më thonë qa që pakën, sa që do të mi ledha tu, do të me qene kondër ta, janë bë tepër të ndishëm, sinqeresht që kjo është pak që po më pengon. Ama që është ti për thumë folja i fort, e këne për thumë bot ndishëm. Po, jo pas ka shku sigurët. Po, tash po flasë për këto, fatkeqësisht edhe me ambientin kom punu, kom ka rastis një debat. Qëfar kuptimi po të ndishëm? Qysh, a mund me alestru? Ti egzageron sanët, të pakët aty, dramatik, po, dramatik Unë ma qafë këm dramatik se së vojdën të se shmangës. Unë e krejt jetën ta me luftoj me burat, unë ka ndodhë, ju këm përgjeru njërit pash zotin shprahu, se unë e di që është ka të munën që kjo. Pe di që me të belqaj, thuma. Të munëm janë dhirë me dona. Ka njarë që kur njetë nuk e kalzojnë publikisht që ju pëlqa një qik, se kishë unë e qa që jëmë, që thujmë nashe e li se gati e thash atë fjallin se zbën me thonë të huaj. Edhe e kanë qatë problem, se unë jam nishi i dosta. Qërë në kam një pyetje për të dyja, veç para për këtë për të nësha me rifrazu që ato që thash marës nësha së këm ditë me përmbledh shumë mirë. Veç më nëjë që ka shumë sot presion për djemë me kriju krej kapitali. Unë mendoj që një